u stresua ndoshta pak me këtë hënën e re e cila u zhvillua në datën 20 dhe duhet të vazhdoni të jeni të kujdesshëm në datat që përmenda në hyrje në përshkrimin e klimës të javës, pra kryesisht në datën 23, 24, po dhe në ditët e fundit të vitit 30-31 dhe në 1 janar, ju të lindurit në 10 ditëshin e tretë dhe kryesisht në 10 ditët e fundit në 3 ditët e fundit të shenjës, ku më në fund do të çliroheni dhe nga këto probleme, kujdes në marrëdhëniet profesionale, kujdes në marrëdhëniet me të tjerët dhe në marrëdhëniet personale, dhe nuk është momenti të merrni vendime gjatë ditëve që sapo përmenda. Ndërkohë që do të keni shanse shumë të mira në sferën financiare dhe në lidhje me të ardhurat që vinë nga të tjerët, nga një bashkëpunëtor, nga pronari juaj, nga ai që punëdhënësi,